Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Moza Ahmeti i bën kërkesën e pazakontë Edi Ramës. Shkrimtarja Mimoza Ahmeti vazhdon të dhurojë spektakël dhe të vërtetojë se është një nga personazhet më origjinal në Ferm. Së fundmi, ajo ka shkaktuar të qeshura në rrjet me një kërkesë tërësisht të pazakontë dhe komike drejtuar kryeministrit Edi Rama. Teksa rrezikonte të humbiste sfidën e mbledhjes së lepujve brenda fermës dhe po humbiste pikë në lojë, Moza ka gjetur një zgjidhje teknologjike të nivelit të lartë. Duke parë nga kamerat, ajo i ka bërë thirrje kreut të qeverisë që të vërë në punë satelitet Albania 1 dhe Albanian 2 për të lokalizuar lepujt e saj nga hapësira. Me stilin e saj, ajo u shpreh: "Ej, kryeministër, a punon sateliti me i gjetë çik lepujt e mi? Vdisha nuk po marr plus, jam me minus. Lësho pak satelitin t'i kapim, paf, zonën kuadroje." I them Edit unë, tani mi gjen Edi në vend. "Gjejo vlla, ti çfarë nuk gjen? Te këto tokat e nxanura kapi dhe misil se jam me minus." Por batutat e poetes nuk u ndalën vetëm te hapësira ajrore. Për të identifikuar lepujt e saj, ajo kaloi te digitalizimi i shërbimeve, duke testuar sistemin e qeverisjes elektronike për të marrë certifikata personale për kafshët. Gjatë monologut të saj epik, por edhe ironik, Moza vazhdoi: "Ej, po me Albania një gjejun këto identitetet e këtyre? Me Albania do shohun. Dua 7 certifikata lepujsh me Albania. Ju lutem, punon sistemi? O, sa mirë, erdhi dita që do punoj." Këto momente po qarkullojnë me shpejtësi në platformat sociale, duke dëshmuar edhe një herë se Moza Ahmeti është pa diskutim një fenomen i vërtet, e cila me humorin e saj unik po e kthen çdo sfidë të fermës në një shfaqje më vete.